Përfaqësues të organizatave të ndryshme kanë protestuar në hyrjen kryesore të objektit të Kuvendit të Kosovës pak para fillimit të përpjekjes së 37 për konstituimin të legjislaturës së nëntë. Ndjekim deklaratat e përfaqësuesve të disa organizatave jo qeveritare dhe deputetëve të partive. Ajo çfarë po shohim është që ndonse për gjithë qytetarët, për publikun në përgjithësi, kjo situatë tashmë i ka kaluar gjithë kufijtë e normales dhe është bërë boll, siç po thonë edhe disa prej pankartave tona, të vetmëve që nuk po bëhet vonë, nuk është bërë boll, duket që janë deputetët e Kuvendit, cilët me një papërgjegjësi të plotë janë duke trajtuar situatën aktuale si diçka të zakonshme, ndonse situata nuk është e tillë. Dhe që tashmë Kuvendi është ndruar në një cirk të demokracisë i cili po vazhdon me shfaqjen e njëjtë tragjikomike ku çdo 48 orë deputetët mblidhen për disa minuta punë dhe ndonse po shohim që të njëjtëve pagat po ecin, puna e tyre e marrë së bashku që nga momenti kur është duke u tentuar që të konstituohet Kuvendi, mezi arrin 2 orë të plota efektive pune. Me cilin përmes këtij aksioni protestues ne po shfaqim pak kënaqësitë tona lidhur me mos konstituimin e Kuvendit edhe gjatë kësaj dite me gjasë do të vazhdoj rutina e njëjtë, seanca e 37 do të mbahet dhe vazhdojmë të kemi një blokadë nga gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Si organizata shoqërisë civile, në të kaluarën e kemi pas edhe një performancë, kemi mbajtur takime me partitë politike dhe kemi shpreh shqetësimet tona për mos funksionalizimin e Kuvendit të Kosovës dhe ky do të jetë aksioni i vazhdueshëm së detutje në çdo të dytën ditë, siç do të vinë edhe deputetët në Kuvend edhe ne do të jemi këtu për të kundërshtuar blokadën që është krijuar nga partitë politike dhe nga deputetët. Sërish ishim dëshmitar të shpërfaqjes së papërgjegjësisë politike qytetare të subjektit të parë parlamentar. Kjo gjendje, kjo situatë është tërësisht e papranueshme, mirëpo në këtë pikë të blokadës së plotë. Jemi si rezultat i kryenësisë, i papërgjegjësisë së lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit. Madje dëgjojmë edhe deklarime qesharake, ku gjoja thuhet se i ka numrat për qeveri, po nuk i pas ka numrat për krye parlamentare. Kjo situatë nuk do koment, është papërgjegjësi, i bëjmë thirrje kryetarit të lëvizjes vetëvendosje që të reflektojë Kosova është shumë e madhe edhe shumë e rëndësishme se egoja e tij. Se dëgjoni gjithë njerëz që flasin gjëra pa fjetë, si të asasin mandatin e zotit Kurti. Është legjitim, ka mandat, e ka zëvendosur detyrën e kryeministrit edhe të deputetin e këtu. Nuk ka logjikë në tillë. Është urgjente të bëhen institucionet. Paraqeshin një shqetësim që ekziston në shoqërinë tonë, është shqetësim real. Edhe gjithi kanë, po e them ashtu, drejtat e veta, mundësitë e veta, përgjegjësinë e vet. Unë mirëpres shoqërinë civile që na kujton detyrën tonë.